Dje rreth orës 19:25, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë arrestuar një 18 vjeçar nga Tetova. Ai dyshohet se më herët, pas një zënke të shkurtër në rrugën 173 në Tetov me një mjet të mpret, i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore një 23 vjeçari nga Tetova, të cilat janë konstatuar në qendrën klinike të Tetovës. Personi është ndaluar në stacionin policor, ndërsa ekspertizën në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi i SPB Tetov. Dje rreth orës 17:10 në rrugën e Ilindenit në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 24 vjeçar nga Tetova. Sipas denoncimit më herët në një dyqan të teknikës së bardhë për shkak të një mosmarrëveshje, ai është sjellë në mënyrë agresive me një mjet të fortë, ka goditur produktet. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë kallëzim përkatës. Gjatë ditës së djeshme 5 mars në zonën e SPB Tetov është realizuar kontrolli i automjeteve dhe drejtuesve të tyre. Gjatë kontrollit janë sanksionuar gjithsej 16 drejtues mjetesh, Tetov 15 dhe Gostivar 1 për parkim të parregullt, ndërsa 8 automjete, Tetov 8, janë ngritur me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë sanksionuar dhe 100 lloje tjera kundërvajtjesh në komunikacion, Tetov 71 dhe Gostivar 29.